Shkruan Adriatik Doçi. Pas ngritjes dhe veprimit të SPAK-ut është më i rëndësishëm komod dhe paraziqe pushtetin e opozitës sesa pushtetin në qeverisje. Faktet tregojnë se kupola e shqupiste është pasuruar më shumë gjatë 12 viteve në opozitë sesa gjatë 8 viteve në pushtetin që i dhuroi PS-ja. Pa firmosur asnjë letër, Robori Berishis ka shtuar pasurinë me vila, pallate, fabrika, apartamente, fotovoltaik, hece, makina luksoze e të tjerë. Pa llogaritur parat kesh, ku me një dorë u hodhën 6 milion euro për pastrim fytyre. Me lehtësinë e hedhjes së një monedhe në dorën e dikujt në rrugë, ndaj Sali Berisha ngazëllente kur pas humbjes së zgjedhjeve të radhës duke ruajtur me mundim seriozitetin, shpalli farsën elektorale dhe betejë sapo ka filluar, ndërsa tha se fituesi nxinte nga triumfi. Sigurisht që fituesi nxim pasi duhet firmos leje kullash, para dhe pasuri publike të cilat pasi futen në tubacionin e të ashtu quajturve oligark, një pjesë rrjedhin te rubineti i Shkëlzenit, ndryshe uniteti i opozitës mund të lëkundet dhe të prodhoj lëvizjet pa kontrolluara. Me zgjedhjet e 11 majit, Sali Berisha arriti të gjithë objektivët real. Rimori plotësisht nën kontroll partinë, edhe pse më të vogël në numër grupin parlamentar e ka blinduar me mul besnik të gatshëm për të përsëritur çdo trapllok për të depersonalizuar dhe flijuar për familjen e tij. Skarcoi politikisht Lulzim Bashën, pothuajse zero mundësit për të lëshuar vulën e partisë. Duke fituar opozitën, mund të kërcënoj drejtësinë në emër të saj. Ka autoritetin e plot për të hyrë në pazare si kryetari i opozitës, për të shtuar përfitimet për familjen, për të politizuar procesin e tij penal dhe për ta marrë partinë me vete sa herë ta thrasin në SPAK. Në këtë kontekst duhet lexuar dhe kuptuar deklarata e fundit e avokatit të tij Genzio Kutaj për ta mbrojtur me pushk Sali Berishën në krye të PD-s, nga armiqtë e brendshëm dhe të jashtëm, edhe pse i vetmi kërcënim për pozitat e tij do të ishte nëse Edi Rama do të pranonte kërkesën për qeveri teknike, të cilën e ka lëshuar si balon deri në shtator.